Task Force e përhershme për krimet zgjedhore. Kreu i SPAK, Klodian Braho, ka konfirmuar se do ta shpërthojnë dënimet, hetimet deri tek përfituesit real, kriminalet në kërkim, ndërsa mund të nisin edhe me arrestimet. Lufta kundër krimit zgjedhor duhet të kalojë në një fazë të re me më shumë koordinim institucional, hetime financiare deri tek ndërmjetësit, organizatorët dhe ata që përfitojnë nga deformimi i vullnetit të zgjedhësit, si dhe një politikë penale më efektive. Ishin këto qëndrimet kryesore të kreut të SPAK, Klodian Braho, gjatë raportimit në Komisionin për Zgjedhoren. Së pari duhet të vlerësohet hartimi një strategjie kombëtare për parandalimin, identifikimin dhe hetimin e krimit zgjedhor. Ai kërkon një qasje të integruar ku parandalimi, monitorimi administrativ, raportimi qytetar, verifikimi policor, hetimi penal dhe kontrolli financiar të funksionojnë si pjesë e të njëjtit mekanizëm institucional. Së dyti, protokolli bashkëpunimit ndërinstitucional duhet kalojë nga instrumenti përkohshëm për një cikël zgjedhor në një mekanizëm të qëndrueshëm dhe të përhershëm të normuar me ligj. Ky mekanizëm duhet përfshijë jo vetëm SPAK-un, Prokurorinë e Përgjithshme dhe KQZ-n, por edhe Policinë e Shtetit, Agjencinë e Inteligjencës Financiare, si dhe institucionet e tjera ligjzbatuese që kanë rol në verifikimin e indiceve, në gjumimin e burimeve financiare dhe në dokumentimin e rasteve. Gjithashtu, bashkëpunimi duhet të aktivizohet më herët dhe të zgjasë më gjatë. Së treti, duhet të vlerësohet rishikimi politikës penale për format më të rënda të krimit zgjedhor. Për këtë arsye, ajo që u ndërtua në vitin 2025 si një përgjigje praktike ndaj nevojave të procesit zgjedhor, duhet të shërbejë si një bazë për një politikë më të gjerë, një politikë kombëtare më të qëndrueshme kundër krimit zgjedhor. Nëse reforma arrin ta lidh hetimin penal me kontrollin financiar, me bashkëpunimin institucional dhe reagimin e hershëm, atëherë lufta kundër krimit zgjedhor nuk do të jetë më vetëm reagim pas faktit, por një mekanizëm real mbrojtje për votë. Sugjerimi i parë i SPAK është hartimi një strategjie kombëtare për parandalimin, identifikimin dhe hetimin e krimit zgjedhor. Braho tha se prania e Task Force-s mes SPAK, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Prokurorisë së Përgjithshme dha rezultate konkrete në zgjedhjet parlamentare të 2025-s. Ai tha se kjo Task Force ishte një organizim i brendshëm i SPAK me prokurorë dhe hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit, por nuk u përfshin institucionet të tjera. Pikërisht ky është propozimi i dytë i kreut të SPAK, sipas të cilit kjo Task Force duhet të sanksionohet me ligj dhe të përfshihet edhe policia e shtetit, Agjencia e Inteligjencës Financiare dhe institucionet e tjera që kanë rol në verifikimin e indicjeve dhe gjurbimin e burimeve financiare. Po ashtu, kreu i SPAK propozoi që kjo Task Force të ngrihet të paktën 4 muaj para zgjedhjeve dhe të vijojë edhe pas përfundimit të procesit të numërimit të votave. Një tjetër pikë ku SPAK kërkon ndërhyrje është politika penale për krimet zgjedhore duke kërkuar ashpërsimin e dënimeve. Braho ndal edhe tek mënyra se si duhet të zhvillohen hetimet, duke theksuar se ato nuk duhet të kufizohen vetëm te personat që japin ose marrin përfitime për votën, por duhet të shkohet deri tek përfituesit real. Kreu i SPAK ka ngritur dhe shqetësimin e personave që janë të shpallur në kërkim ose që janë të dënuar dhe arrestimi i tyre ende nuk është kryer. Braho tha se për persona të veçantë janë duke menduar një strategji për t'i arrestuar vet. Ai nuk hodhi akuza direkt ndaj policisë së shtetit, por tha se nuk e di arsyen pse këta persona nuk arrestohen. Në raportimin e tij, kreu i SPAK Braho bëri të ditur se gjatë periudhës 2021-2025, SPAK ka administruar 233 materiale që lidhen me krime zgjedhore, ndërsa vetëm për zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025 janë administruar 194 sinjalizime, kallëzime dhe referime për dyshime për krime zgjedhore.